në këtë edicion do të ndiqni. Disa shtëpi në lagjen e Rezina Veriore në Gjakov thonë se kanë mbetur të ngujuar brenda shtëpive të tyre për shkak se njëri nga fshinjët e ka bllokuar rrugën. Banorët e rrugës Gjeladin Hana thonë se kompania rajonale ujësjellësit Gjakova e ka lënë rrugën në gjendje teje të rëndë. Në Kodrën e Qabratit, një pronë privat është mbushur me mbeturina e po shqetëson fshinjët. Drejtoria për punë inspektuese thotë se nuk mund të ndërhyjë në prona private. Mirëmbrëma, po fillojmë edicionin e lajmeve qendrore këtu në televizionin Syri. Disa shtëpi në lagjen Rezina Veriore në Gjakov thonë se kanë mbetur të ngujuar brenda shtëpive të tyre për shkak se njëri nga fshinjtë ka bllokuar daljen nga lagja. Ata kërkojnë zgjidhje nga institucionet përkatëse, pasi që nuk po mund të lëvizin askund. Kjo rrugë e pa asfaltuar në afërsi të rrugës Recep Tafa në Rezinën Veriore, apo ndryshe njohur si Pika Aziz, shumë shpejt do të mbyllet për qarkullim. Kështu thon banorët, të cilët pronari i tokës i ka paralajmëruar që do ta mbyll. Urbanizmi e ka caktuar si rrugë, po problemi është që pronarët nuk na lojnë neve me dal. Tash do me mbyll këtu, thot dilni ka doni, ne nuk kem ka me shku, kem familje, ardojmë këtu, kemi qu fëmijë në shkollë ose dikush më konsumuta. Ka pas probleme edhe më herët, na den rrugë, na ka pa këtu, ka thonë mos më kaloni më, që tash jam shelin tel, bëni çka doni ju. Në dieni për këtë është edhe komuna Gjakovës, tha Miftari. Ju lajmërojmë, këshyrim, bëjmë diçka ose po kur gjë vish më tepër, viç që to fjalë na thonë sa për më na largu. Ne kemi kontaktuar pronarin e tokës, por që i njëjti nuk ka pranuar të prononcohet, ndërkaq nga komuna Gjakovës gjithashtu ende nuk janë përgjigjur. Probleme rrugë po kanë edhe banorët e rrugës Gjeladin Hana. Ata thonë se këtu kompania rajonale ujësjellësit Gjakova ka kryer punimet, por rrugën e ka lënë në gjendje teje të rëndë, ndërkaq nga kjo kompani thanë se janë duke pritur planin dinamik të punës për të përfunduar punimet në tërësi. Banorët të shumë të rrugës Gjeladin Hana kanë dërguar ankesa në redaksin tonë në lidhje me punimet në këtë rrugë. Sipas tyre, punimet këtu janë të zgjatur dhe nuk kanë informacione se kur do të përfundohen. Punimet kanë filluar që në muajin qershor, në atë kohë dhe komuna e Gjakovës kishte dalur me një njoftim zyrtar ku thuhej që rruga do të bllokohet për qarkullim vetëm për 2 ditë për shkak të punimeve nga ana e kompanisë rajonale të ujësjellësit Gjakova. Në një prononcim në fillim të muajit korrik, zëdhënësia e kësaj kompanie ka thënë për televizionin ton se punimet në zëvendësimin e gypave kanë shkuar sipas planifikimeve dhe se në fund të asaj jave punimet nëntoksore priteshin të përfundonin. Edhe pse që nga ajo kohë kanë kaluar një muaj, rruga po vazhdon të mbetet në gjendjen e njëjtë. Ne kemi kërkuar nga kompania e ujësjellësit Gjakova të dimë nëse kanë përfunduar të gjitha punimet dhe a ka kompani të kontraktuar për kthimin e rrugës në gjendjen e mëparshme dhe përmes postës elektronike na është dërguar kjo përgjigje. Në lidhje me pyetjet e juaja, atëherë gjatë javës pritet që kontraktori të na dërgojë një plan dinamik të detajuar, në të cilët paraqitet koha asfaltimit të gjitha rrugëve, në të cilët tashmë është kryer instalimi i tubacioneve të kanalizimit sanitar, duke përfshirë edhe rrugën Gjeladin Hana. Në momentin e marrjes të këtij plani të detajuar dinamik, do t'ju përcjellim informacionet e nevojshme. Banorët në këtë rrugë shpresojnë që organet kompetente të marrin masa sa më shpejt për rregullimin e kësaj rruge. Një problem tjetër me të cilin po përballen banorët e një tjetër lagje janë mbeturinat që po hidhen në disa prona në Qabrat, por të cilat po përfundojnë në shtëpitë e fshinjve. Nga institucionet përkatëse thanë se nuk mund të ndërhyjnë, pasi që prona është private. Qabrati ka qenë vendi ku kanë kaluar kohën e lirë dhe kanë shijuar natyrën shumë qytetarë të Gjakovës. Por tash kujtim Zeka ka të pamundur të dalë në vendin e tij të pëlqyer, sepse sipas tij kodra e Qabratit është kthyer në kodër me mbeturina. Zeka thotë se gjithë lagja që kanë shtëpi afër Qabratit ndjejnë erën e keqe të mbeturinave. Këtu përpara kemi luajtur futboll, të mahallës Gërçavër, për në edhe për mahallave tjera, të luki i Dragojit, ka qenë orë poster, vend fantazi, ta sidomos mas luftës ja ka nisë me gjujt për log, e shin edhe vetë këtu. Kjo katastrofë për qytetin e Gjakovës, jo vetëm për neve, por edhe për gjeneratat e ardhshme. Gjendja është katastrofë, marrë,
Shpedisha më thonë se sa marrë, gjujnë bërlog, të lifarlohet bërlogut, që ka plastika që nuk prishen me qindra vjetë. A i kërkon zgjidhje nga organet kompetente që të reagojnë sa më shpejt dhe të largohen këto mbeturina. Dëshira është mes më hudhë mo, edhe kjo va më rafshu më bo me qenë si ka qenë përpara. Më rafshu dhe mes me gjujtë më mbeturina. Se nuk është edhe për të mirën teme personale, po është për krejt qytetin e Gjakovës. Në komunën e Gjakovës thonë se inspektorët e mjedisit kanë dalur të premte në vendin e ngjarjes dhe kanë konstatuar se ajo pronë është private. Drejtori për punë inspektuese Hysni Mohadri u shpreh nëpërmjet telefonit se Ka marrëveshje kompania me pronarin dhe prona është private. Nuk ka të drejtë të reagojnë komuna dhe në Gjakovë nuk ka deponi të mbetjeve inerte dhe kjo është arsye pse aty ka mbetje. Dhe deri më tani nuk ka pasur asnjë raportim nga banorët të kësaj lagje për shqetësim nga mbetorinat. edhe pse në këtë drejtori nuk përgjigjen, a ka të drejtë që një person të hudhë mbeturina, ligji e thotë se edhe pse prona është private, nuk ka drejtë të bëjnë çdo gjë në të. Ndërsa në kompaninë e mbeturinave Qabrati në Gjakovë thonë se nëse kërkohet, ata do të intervenojnë në largimin e mbeturinave. Pjesën tjetër të cilat janë prona private, kompania nuk ka drejt, domethënë me intervenu nëse ka mbeturina, ajo bëhet vetëm me kërkesë të pronarëve të tokës. Nëse ka një kërkesë tillë, domethënë tash nuk kem pas një kërkesë tillë për pastrim, edhe normal që intervenojmë me çfarë kapaciteti sa kemi për atë pjesë. Brenga banorëve është se nëse vazhdohet kështu me hudhjet e mbeturinave, ky vend do të mbushet nga to dhe do të rrezikojnë edhe më shumë ambientin e banorët e kësaj lagje të qytetit në përgjithësi. Infermierja Sebahat Vehapi është pensionuar sot nga Instituti Kombëtar i Mjekësisë së Punës. Kolegët e saj thanë se kontributi i saj shumë vjeçar në këtë institucion ka qenë të jetë i vlefshëm për pacientët e kolegët. Sot pas 44 viteve punu pensionua infermierja Sebahat Vehapi. Rrugëtimin e saj në këtë profesion fillimisht e kishte filluar në Spitalin e Përgjithshëm, për të kaluar pas 3 vitesh në Qendrën Kombëtare të Mjekësisë së Punës, ku dha kontribut për 41 vite, 20 në farmaci, kurse 20 vite të tjera në kabinetin e rentgenit. Drejtori i institucionit falenderoi infermierën për përkushtimin e saj ndër vite në këtë institucion. Vazhdojmë me tash përcjelljen rutinore të njerëzve të cilët kontribuojnë në për vite, dekada. Ashtu është edhe Sebahat Vehapi që sot po gëzon pensionimin, shnosh e aftë ende për punë. Na mojnë mend Sebahatin si një gru, si një zoj e disiplinuar, e sjellshme, kolegiale, profesionale deri në fund. Edhe me ato tekët e sjelljet e veta në farmaci që kem pas shumë vështirë me marrë edhe një bare të vetëm, por që në fakt vazhdimi punës saj në kabinetin e rentgenit u përcjell me çat pedantëri, me çat sjellje korrekte, komunikim sinqert dhe drejt për drejt me pacientin dhe me kolegë. Jemi krenarë dhe një vetën mirë që ishte pjesë e jona. Mes emocionesh, Vehapi falenderoi të gjithë kolegët për bashkëpunimin. Unë ndihem shumë mirë që kam rri këtë ditë, dëshoj që edhe gjithë kolegët e mi ta presin këtë ditë të zakonshme të jetës, si çdo kush edhe unë pensionohem. Jem 44 vite kam punu një herë në spital, mandej këtu, pi themelimit. Gjithmonë jem mundu me pozitivitetin tim të jap ndihmë pacientit. E deshta uniformën dhe edhe sot u betova me këtë uniformë. I dua dhe i përshëndes gjithë kolegët e mi. Dëshiroj që ky vend të ketë suksesin në vazhdimsi gjithmonë. Kolegët e saj thanë se Vehapi ka qenë model për secilin prej tyre, përkushtimi i saj ndaj pacientëve ka qenë maksimal dhe të jetë profesional. Kam qenë me fat që kam pasur një shoqe, një kolege si Sebahati, njeri me të gjitha vlerat, pozitive, e dashur, e buzëqeshur dhe tolerante shumë. Me këtë rast, kolegët kishin përgatitur edhe dhurata nga më të ndryshmet në shenjë nderimi për kontributin e saj në këtë institucion. Zëdhënësja Ministrisë Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Dona Kutleshi Maliqaj ka konfirmuar se procesi mësimor do të fillojë me datën 1 shtator, ditë e premte, ndryshe viti shkollor 2022-2023 ishte përmbyllur në muajin qershor. Viti kaluar shkollor ishte karakterizuar me protesta dhe disa pakënaqësi nga ana mësimdhënësve.
Kryetari i Odës së Mjekëve Pleurat Sejdiu thot se për 5 vite janë larguar nga Kosova mbi 550 ekipe mjekësore. Jashtë vendit më së shumti kanë ikur anesteziolog, duke shtuar se ikja ka ndikuar në listën e pritjes dhe janë rritur pagnatësitë e pacientëve, varet prej sektorëve. Më të goditurit kanë qenë edhe sektorët e kirurgjisë, ku një numër i anesteziologëve ka shku dhe automatikisht është reduktuar puna në salla. Është rrit lista e pritjeve, kështu edhe pagnatësitë e pacientëve janë rritur, ka potencuar Sejdiu. Të paktën 28 persona kanë mbetur të vdekur pasi një tren që udhëtonte nga porti Karachit në jug të Pakistanit për në Abbottabad doli nga shinat në qytetin Nawab Shah në provincën Sindh. Nga ky aksident kanë mbetur të lënduar edhe rreth 50 persona të tjerë. Të paktën 28 persona kanë mbetur të vdekur pasi një tren që udhëtonte nga porti Karachit në jug të Pakistanit për në Abbottabad doli nga shinat në qytetin Nawab Shah në provincën Sindh. Ky është një aksident mjaft i madh, tha para gazetarëve ministri i hekurudhave Khavaja Saad Rafik. Sipas informacioneve të deri më tanishme, 28 pasagerë kanë vdekur dhe shumë të tjerë janë lënduar. Do të ishte e parakohshme të flitet për shkakun e aksidentit, i cili mund të jetë një defekt mekanik ose një akt terrorist, shtoi ministri. Rreth 50 persona janë lënduar në aksident, tha për agjencinë e lajmeve DPA Musharraf Khan, oficer i policisë lokale nga rrethi Sanghar i Sindit. Aksidentet dhe daljet nga shinat ndodhin shpesh në sistemin e vjetër hekurudhor pakistanez. Në qershor të vitit 2021, 2 trena u përplasën pranë Dah Arki në Sindh, ku kishin vdekur të paktën 65 persona dhe ishin lënduar rreth 150 të tjerë. Lloji EG.5.1, quajtur gjithashtu Eris, i koronavirusit të ri, po përhapet në mbar botën dhe tashmë është regjistruar në 36 vende. Që nga 24 korriku 2023, 2442 raste të infeksionit Eris janë raportuar në 36 vende të botës, duke përfshirë 18 në Izrael. Varianti tani është mbizotrues në Britani, ku numri pacientëve të shtruar në spital me COVID-19 vazhdon të rritet, thanë zyrtarët britanik të shëndetësisë javën e kaluar. Sipas autoritetit të sigurisë shëndetësore në Mbretërinë e Bashkuar, mbikëqyrja variantit EG.5.1 nisi në fillim të korrikut pas rritjes së raporteve të përhapjes së tij veçanërisht në Azi. Varianti koronavirusit të ri u zbulua për herë të parë në mars të këtij viti. Me 7 gusht të vitit 2016, Majlinda Kelmendi u bë sportistja e parë kosovare që fitoi një medalë. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Sot në vendin tonë ka mbajtur mot i ndryshueshëm me temperatura që kanë lëvizur nga 13 e deri në 26 gradë Celsius. Ditën e nesërme pritet të mbajë mot me diell e vranësira kalimtare me temperatura që do të variojnë nga 11 e deri në 24 gradë Celsius. Mot i ngjashëm me diell e vranësira të pjeshme do të mbizotrojë edhe të mërkurën me temperatura që do të arrijnë deri në 27 gradë Celsius. 13 e deri në 28 gradë do të jenë temperatura gjatë ditës së enjtë, ditë kjo e cila do të karakterizohet nga moti me diell. 29 gradë do të jetë temperatura më e lartë e ditës së premtë, ditë kjo e cila do të shoqërohet nga moti me diell e kohë pas kohe edhe me vranësira. Ditën e shtunë parashihet të mbajë mot me diell, ku temperatura më e lartë e kësaj dite do të arrijë deri në 31 gradë Celsius. Dita e diel pritet të jetë dita më e ngrohtë e kësaj jave, me temperaturë e cila vlerën më të lartë do të shënojë 32 gradë Celsius. Për fund ndjekim kryetiturit e këtij edicioni. Disa shtëpi në lagjen e Rezina Veriore në Gjakov thonë se kanë mbetur të ngujuar brenda shtëpive të tyre për shkak se njëri nga fshinjët e ka bllokuar rrugën. Banorët e rrugës Gjeladin Hana thonë se kompania rajonale ujësjellësit Gjakova e ka lënë rrugën në gjendje teje të rëndë.
Në Kodrën e Qabratit, një pronë privat është mbushur me mbeturina e po shqetëson fshinje. Drejtoria për punë inspektuese thotë se nuk mund të ndërhyjë në prona private. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ndërkohë ju vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri dhe rrjetet tona sociale. Mirupafshim.